dhe Serbia e futbollit luajnë në Tiranë më 7 qershor për grupin K kualifikues në Kupën e Botës. Sfida e veçantë sportive mbar dhe misione politike për vetë historinë mes popujve. Në anën serbe duket se ekipi rival i tanëve nuk është në ditët më të mira dhe qetësia mungon në grup, teksa trajneri Dragan Stajkovic ka shpërthyer në konferencë për media duke kërcënuar me dorëheqjen pasi u akuzua për afrimet e bëra në grumbullim. Dragan Stojkovic foli për pritshmërinë nga ndeshja kundër Shqipërisë, e cila u shpall një ndeshje me rrezik të lartë, por më shumë foli për vendimin për të mos llogaritur në ekip Sergej Milanokovic-Savic edhe Silvar të Romës. Trajneri e sheh sfidën vetëm në aspektin sportiv. Asnjë tension politik dhe mesazh nga tifozët, deklarata të lajthitura të disa të çmendurve që duan të krijojnë një gjendje lufte, shtoi trajneri serb. Problemi është mes Villarin, jo mbi mua. Mos prit që dikush të shkojë në Rom, unë mund të ha drejt një kafe ekspres të shoh një ndeshje, por nëse shkoj t'i lutem dikujt, kjo nuk do të ndodh. Jo si Vllari, por kushdo qoftë, ke bërë një gabim në hap, është faji yt. Shkëlqyeshëm gjithë të mirat, të gjithë kanë të drejtë në lëvizjen e tyre, varet prej tyre të ranojnë, nëse kanë dëshirë të mbrohen. Ai tha atëherë se donte t'i përkushtojë klubit të tij, donte të përqendrohej në këtë. Ai e shfrytëzoi shansin e tij dhe jam shumë i lumtur për këtë. Jam unë problemi i këtij ekipit, po jap dorëheqjen menjëherë pas kësaj konference vetëm që ta dini, ndoshta jo menjëherë, por nesër, nëse kjo është e vërtet. Nuk mendoj se kjo është e vërtet. Këto janë lojtarët që pase nuk kishin vend dhe pastaj thanë, po them lam të mirë. Ekipi ndryshon, ju i thërrisni lojtarët sipas meritave të tyre. Ekipi ndryshon, lojtarët thirren sipas meritës. Mendojnë që Lazovic nga Verona, që çdo vit lufton për të mos rënë nga liga, është ajo që i duhet Serbisë. Dimitrovic, portieri i shkëlqyer, por vendosa për Petrovicin, kam gabuar, jo nuk e kam bërë dhe cili është problemi. Dimitrovici është i zemëruar, edhe unë jam i zemëruar që nuk e fituam ndeshjen kundër Slovenisë. Përmend Radonjevicin, cili është problemi, nuk e dua, nuk më duket simpatik, nuk më pëlqen modeli flokëve të tij, ai po e shkatron veten, po e shkatron Zvezdën, po e shkatron përfaqësuesjen, apo po vetë shkatrohet. Ky është problemi i tij. Dhe doni të më thoni që e meriton të jetë në kombëtare, si të ishim të gjithë të çmendur, po plasapur për disa lojtar, nuk dua të përmend emra, ajo që luajnë nuk ka lidhje me realitetin, ka thënë ndër të tjerash trajneri. I pyetur për sfidën e Tiranës, ai është shprehur se është një ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme për ta dhe për ne, por është thjesht një ndeshje. Ata janë miqtan të futbollit, ne shkojmë ekskluzivisht për sport dhe për këtë është mirë se kushdo duket në fushë. Asnjë tension politik dhe mesazh nga tifozët,